Vjen këto momente me komunikimin së bashku, do të kemë mundësi që të presim tëra mendime dhe biseda në studio për temën e ditës së jo vetëm, ndërsa pas pak do në bashkohet në studio dhe zoti Kujtim Hoxha, eksperti për pensionet, kështu që do të keni më njëherë mundësi që të bëni pjesë e programit edhe të na bëni me dije shqetësimin apo problematikën tuaj në lidhje me pensionet. Por marrim të paktën një dy biseda për momentin. Një propozuar i presidentit amerikan për ambasadorin në Shqipëri shpall prioritetet në Senat, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe mbështetjen e SPAK. Ka marrë në fakt 2-3 komente në Facebook nga zoti Them Lala, i cili më shkruan: "Përshëndetje, thotë. E pa precedent, thot, një servilizëm i tillë i mediave, pa punë të dobishme, thot, pa ardhur akoma, që edhe mund mos vinë 100% dhe kjo është okej. Televizionet, thot, po merren me ambasadorin e nominuar sikur ai do shpëtoj Shqipërinë." Zoti Them, nuk ka lidhje këtu me servilizëm dhe që merremi. Ne jemi media dhe pasqyrojmë gjithçka. Ju doni që të njiheni kush është, çfarë prioritetesh ka, apo vetëm kur të vi këtu në Shqipëri dhe të themi po ky është ambasadori. Kështu që nuk ka lidhje me servilizmin. Keni drejtën tuaj që të thoni që pse merreni kaq shumë e tjerë, por ato etiketimet. I pari thotë që do e përgojoj ambasadorin e ri, do të jetë non grata, thotë që nuk do e takoj. Ndërsa një tjetër zotëri që nuk kërkon të identifikohet, është e drejtë e tij, thotë: "Përshëndetje, sti gjithmonë pa emër, thotë. Jo një general, por edhe gjithë ushtria amerikane, thot, nuk do të mundin të rregullojnë drejtësinë në Shqipëri. O Dado, Ina Rama, si antari i KPG-s me video seksi, nuk do të bëjnë kur drejtësi, thot, SPAK ka marrë fund. Gjyqtarja që e ktheu dosjen në SPAK, thot, ka shkelur 4 nenet kushtetueses, mos pa shpun me drejtësinë se ke marrë fund." Këto janë edhe mendime që më kanë shkruar në Facebook, në Facebookun tim personal. Përshëndetje. Bësh pjesë e programit edhe në këtë mënyrë, ata që kanë dhe ne kemi një komunikim dhe kontakt të tillë edhe gjatë ditës. Të dëgjojmë me vëmendje, kënaqësi. Unë jam totalisht dakord me shkruesin e parë. Unë nuk kam ndjekur dhe vendet referoz të Shqipërisë që të interesohet Irina Afig se kush është ambasadori amerikan, më fal për shprehje, por nuk i kërcet askujt fare. Asnjë populli, asnjë medje, asnjë grupi shoqëror, asnjë gjë. Po ne shqiptarë. Mos e media tani, mediat le të themi hetojnë, investigojnë, pasqyrojnë. Flasë për përgjithësi, të lutem. Të lutem, flasë për përgjithësi. Që thoshte e kemi kohën, mos u. Taktoj Filani ambasador në Athinë. Po? Po, edhe po them që në përgjithësi, vendet e qytetruara dhe vendet e stabilizuara në shtet, nuk ju bën përshtypje. Nësa ne, me një post-komunizëm, të jashtëzakonshëm, me një 35 vjeçar, që akoma nuk kemi krijuar elementet kryesor të shtetit, ku futet dhe prokuroria dhe gjykata, ne normalisht që shpresat tona do të jenë si të barëve tanë, që thonin ja dhe ky dimër se Enveri do iki, ja dhe ky dimër se ky do iki, dhe 50 vjet ai bëri që dhe si qefi. Edhe këta të dy bashkë, të dy bitë e Enverit janë, si joni si këtyre janë të dy bitë të sistemit kaluar. Po unë më shumë duhet të ndalem. Më thuaj. Ai do bëjë detyrën e tij, atë që thotë departamenti i shtetit, s'ka për të bërë më shumë as më pak. Por duhet të them diçka. Ju dëgjoj. Kam thënë para 3 muajsh, 2 muajsh kur u votua për zonjën Balloku. Çështja që nuk ju hoq imuniteti e tjerë. Shqipëria Europën, që kam thënë që ta harroj. Po. Dhe të kam thënë që ta harroj Shqipëria Europën nëse asaj nuk i jep imuniteti. Bire kam shkuar deri aty sa dhe mund ta vënë vizat. Por që të futemi në Europë, ta harrojmë. Edhe ju mendoni që kjo po ministri është. Edhe mendoni që kjo po ndodh? Ministri është një hajdut i jashtëzakonshëm. Mbyllë atë krahun tjetër të figurës, se më pegon. Dhe po them që është një gjë e tmerrshme. Kjo do jetë rast i rrallë, ne 3 vende dje dolën kundra herë. 3 vende nuk e pranuan Shqipërinë për pjesë të Europës. Dhe ne s'kemi për të kaluar as stadin, jo në 30. Dakor. Pas të 35, as 40 nuk kemi për. Okej. Faleminderit për të diskutuar. Këto janë probleme të mëdha. Patjetër. Ne kemi probleme edhe krahun tjetër që është skandal. Okej. Faleminderit për telefonatën. Këto janë probleme shumë serioze. Ju kuptova. Përshëndes për telefonatën. Kam një bisedë me video call shumë shkurtimisht sepse më pas do të vjojmë, sepse kemi dhe çështjen e pensioneve sot më shumë interes. Mirëmëngjes, përshëndetje.